sot ka qenë shumë e lodhshme, pavarësisht se kishim vetëm një gjysmë dite. Përsëri, nuk e di, po kur kemi gjysmë dite, më shumë duket e gjatë ashtu se sa kur e ke ditën e plotë. Gjithsesi, tani unë erdhëm me punën, nuk kam një gjysmë ore që kam erdhur, edhe duhej të bëj meal prep për Aleksin, sepse dje nuk i bëra dot, pasi ishte Super Bowl-i, edhe pastaj shkuam poshtë tek punata, andaj po edhe më shumë gjëra të tilla kështu, edhe nuk mundem dot domethënë që të bëni meal prep, por do t'i bëj sot, sepse ora është diku tek 4:00, edhe kam kohë që t'i bëj. Këtu kam nxjerr pak mish pule, do ta bëj me është filet të pule në fakt, do bëj me pak vezë, me ato crumbles, edhe do i skuq. Dhe gjithashtu kam nxjerrë edhe mish negri, edhe këtë duhet ta skuq, ta bëj me marinara sas. Këtu tani kam vënë pak pilav, e kam vënë me pak sos kuq me pak djalë. Do të ketë edhe këtë mishin e pulës që kam të gatshëm këtu, i kam hedhur shumë pak ty. Edhe më duhet që të bëj në fakt edhe ato sweet potato, dhe ato i duen Aleksit për në punë. Po që besoj I got it, edhe do i bëjmë shpejt e shpejt kështu, të bëj edhe diçka për fëmijët për të ngrënë për darkë. Kështu që po kështu ka nisur dita jonë sot, kështu ka nisur ky vlog, pak të lodhur por të lumtur sepse jemi të shëndetshëm në fundit. Edhe pavarësisht se jashtë shtohet, kështu do ne jemi ngrohtë. Kështu da nisim këtë vlog me të gatuar, me gjëra të bukura, cozy, edhe le të nisim. Kafja e dytë për sot. Në duhet. Do të mishin e gri që e kanë bërë në erza dhe në marinara sot, që të më hedhë pak ujë, dhe më të servirësh me pak pilav, me mashed potato, me patate. Që po të kam mësurin, që e kanë bërë me breadcrumbs, me patina, me vezë, me erza të rëndurshme, dhe të bërë shumë mirë. Dhe pastaj këtu në fund kam bërë pak pilav. Mirëmëngjes, dita tjetër, shqyr që kemi diell, edhe na motivojnë që të ngrihemi në mëngjes, sepse ndryshe nuk e di se do ja bëjmë, domethënë. Jetojmë në Alaskë, gjithsesi. Mezi po pres të vi pranvera njerëz, edhe Alessia. Were you talking to Daddy? No, talking to Angela. Okay. Else I wrote the fish raping. Hey, Mom. Yes. You promised me you'd get me something, Dad. Okay. There you Kim. Gati je. Very raping. It's so hard. Pse? E nisa kështu duke kërcyer për palidet, më thënë, po gjithsesi. Sot do të bëj byrek, se që shikoni kam oklain në dorë, kështu i dhe ne nga Korça oklai, nuk e di si i quani juve nga vendet të tjera, po gjithsesi, çfarë rëndësie ka kjo. Sot do të bëj një lakror me spinaq, këtu kam zënë brumin, siç mund të shikoni, edhe ju tregova pak më përpara kur bëra edhe ngjellën, e bëra me kur është këtu, me spinaq, me 2 vezë, kos, pak qumësh edhe krip, dhe shpresoj që të më dali e mirë. Tani do marr pak miell, se nuk kam meseshte, në mënyrë që të hap fetët, edhe nuk e di, po mendoj që ta bëj byrek në fakt, jo lakror, se lakror ne i quajmë atë me 2 petë, kurse byrek quajmë atë që bëhet me shumë petë. Edhe do mbulojmë që
në mundohem, do e bëj, por nuk kam niseshte, kështu që do më duhet miell për të punë, edhe le të nisim nga puna. Por para se të nisim, dua që sot është dita e Shën Valentinit, dita e të dashuruarve, edhe do doja shumë që t'ju uroja gëzuar këtë ditë, të keni sa më shumë dashuri, sa më shumë nuturi me njëri tjetrin, jo vetëm me partnerin, por edhe në familjen tuaja. Edhe po, le ta nisim këtë vlog, le të nisim nga puna. Dhe të shikojmë sa do gjërojmë për ditën e sotme. Neve kemi marrë pushimet e dimrit, kështu i quam winter vacation. Do të kemi një javë pushim, kështu që do të kemi edhe vlog, do të kemi gjëra të bukura për të bërë, kështu që nëse jeni në këtë kanal për të parë, klikoni atë butonin subscribe edhe atë butonin e zilës në mënyrë që të vinë sa më shumë notifikime në momentin që unë hedh video. Edhe le të nisim të vlog. I break the door and I got a new one. Okay, I'm sure. Yeah. With you, I got a new door. Dobra, mama mi spinash. Okay, Alicia, you have two options though. Lacroix or say rice. None. Yeah. No. But Mom, Yes. you always see that's always on the menu. Well, once a week we have rice in the menu. Okay, guys, let's go to space now. Oh, I have a rocket for you. You do? No, not my hopes. That would be terrifying. And then it'd be like. Alicia, Oh. you taking your haircut? They look like this. Delush pretty vodskël. It looks even bigger. Ka mama zema. Qa bukur. E ta shukaj mama një qik? Wow. Qa të bërë shtë janë të kur të rritësh të bërë arkitekt? Ha? Unë nuk kam pasur fare mundësi që t'ju flas këto ditë, edhe të diel që dolëm, domethënë thjesht ju mora me vete, nuk t'ju fola fare, edhe sot kemi dalë gjithë ditën jashtë, përsëri nuk ju kam folur, tani e hapa kamerën. Dielli po perëndon, siç edhe mund ta shikoni, edhe gjithsesi, nuk kam qenë në gjendje dashtë të mirë sot, sepse kam një dhimbje koke që në mëngjes, nuk e di mbase nga që fita shumë shpejt dije në darkë, ja futa gjumin në orën 9 bashkë me Alesion. Kjo është gjë e më e keqe, domethënë, është shumë gjë e mirë që të rish pranë me fëmijën, domethënë në momentin që ata flen gjumë, por puna është që ne jemi dhe të lodhur edhe mësoj gjumin në të njëjtën orar me Alesion dhe pastaj nuk ngrihem dot, mund të dali gjumë shumë nga ora 2-3 natës, pastaj nuk më zë më, pastaj më zë në orën 5-6 të mëngjesit edhe është domethënë një diçka më vete kjo, po që gjithsesi, prandaj edhe nuk kam folur sepse dhimbja e kokës, po nuk e di po më shpërthen. Gjithsesi, doja të tregoja pak këtë, kjo është dhurata e Shën Valentinit që më bëri Aleksi, domethënë për është diçka shumë simbolike edhe e bukur sepse ka shumë domethënie, është vërgjërë shamari bashkë me këtë kryqin kështu.
Sot gjithashtu vajtim në Burlington edhe mora këtë kompletin si pun pijama, shkon ta vesh domethënë edhe kur shkon për një kafe. Është si pun kostumi sportiv. Edhe kanë këtë pjesën këtu domethënë që e keni parasysh që ngrihet, po dhe mund ta ulësh pjesën këtu. Kjo bluza është me këto si pun elastik këtu anash. Gjithsesi. Tani unë dhe i kishtë bëj një kafe, pavarësisht se ora po shkon diku tek 15 dite edhe nuk e dia do më zej gjumi, sepse nuk kam kafe tjetër përveç asaj të Expressios, po që me të vërtetë kam nevojë dhe mendoj që do më ndihmoj pak me dhimbjen e kokës, të shpresoj. Gjithsesi tani bëra dhe po kërkoni fëmijët snack në fakt. Mami duam snack edhe unë kisha parë një recetë në Instagram që e bënte me banane, me arë kokosi, çaj të tjetër pak kakao. Edhe pastaj bënte sipër prap me atë pluhurin e arës të kokosit. Po që mua nuk më dolën shumë të ëmbla në fakt, nuk e di mbase nga pluhuri i kakao, sepse ajo është fare për sheqer. Edhe thash pse jo ti bëj edhe me çokoladë sipër, kështu që shkriva pak çokoladë në banjo mari, e tani kam futur në frigorifer, nuk ja tregova si proces sepse thjesht thash jam shumë i lodhur. Edhe nuk kam një gjendje më të mirë sot. E s'kisha domethënë të filmoja në fakt, po nuk e di se si më erdhi ky motivimi tani edhe që nuk ta shikoni, thjesht vetëm po flas dhe nuk po pushoj. Kështu që thash okay, le të hapim kamerën. Edhe kështu tani kur të bëhen ato se i futa në frigorifer ato mërsira do të tregoj edhe do të tregoj edhe si janë, se si shije. Kështu që nëse doni recetën mund të shkruani në Instagram, t'ju lë adresën të poshtë dhe t'ju shkruaj edhe juve adresën. Kështu, tani le të ikim, të bëjmë në një punë shtëpie, të bëjmë edhe kafen, edhe po. Vajta edhe në supermarket, sepse mora ca gjëra domethënë që më duheshin për javën, siç mund ta shikoni edhe këtu. Kur është kjo afrulla e plot dihet që unë më shkoj në supermarket të blej ushqime. Por do t'ju tregoj edhe këto lulkat e mia shumë të bukur që janë karafila, kishte ngjyra të ndryshme. Në fakt doja të merrja tulipan, por nuk gjeta tulipan sepse nuk e di, herën e parë gjeta shumë lloje, kurse këtë radhë nuk gjeta, mbasi kishin marrë ose thjesht nuk kishin sjell furnizim, nuk e di. Po që karafilat bajnë shumë të mirë edhe zgjasin shumë më shumë se sa çdo lloj luleje tjetër. Edhe sa po i pash thash, okay, do t'i marr. Kishte lloj ngjyrash dhe janë super. Tash këtu nuk duket ndonjë gjë kush e di, domethënë si kjo vazhja është shumë e madhe, po që doja ta ndroja, nuk doja të vija të ngjyrë lelaj që kam. Edhe po kisha edhe dy të tjera, po Aleksi filloi po mi priste, domethënë i bëri shumë të shkurtra. Edhe ngelën këto. Gjithsesi. Tani jam duke vënë një lavatrice, nuk e di ajo shikoni këtu që është e hapur. Lavatrice, jo lavatrice, ajo është lavastoviglie, po nuk e di pse e them lavatrice. Gjithsesi, kafen se kam bërë akoma dhe erdha këtu, nuk e di ç'a bëj domethënë. Them do bëj një gjë, shikoj diçka tjetër, bëj atë. Pastaj shikoj lëviz që shkoj të marr diçka për atë që po bëj. Haroj fare ç'a po bëj këtë dhe shkoj bëj diçka tjetër, nuk e di, është trurim, është në këto momente shumë udi. Disa gjëra që mora për Alexën nuk marr dje, i mora me super cilësi edhe super të mira, kështu sepse tani është ky sezoni, domethënë që është winter vacation, domethënë kjo java e shkurtër që jemi pushim nga shkolla edhe gjithë njerëzit kanë në përpushime, kështu që këta i heshin gjitha rrobat e dimrit, vendosin rrobat e beharit dhe të gjitha rrobat e dimrit që akoma janë, domethënë të sezonit janë në ulje. Kështu që mora 2 palë xhinse. Besoj që ka një palë të zeza i ka në shtëpi, kështu që 2 palë besova që ishin mjaftueshëm sepse mund t'i veshim me bluza të ndryshme dhe të bëj kombinime të ndryshme. Mora këto xhinset, këto janë super të mira sepse është nga kjo firma Wonder Nation edhe më pëlqejnë shumë sepse Alesio ka një problem. Alesio është shumë i gjatë, por që kur i ble pantallona për shembull të moshës së tij, nuk i bëjnë tek beli sepse është pak i dobët. Edhe këto lloj xhinsesh kanë këtë pjesën e elastikut këtu që ti mund ta shtrëngosh edhe ta bësh sipas masës, domethënë që ka fëmia dhe vendos këtu te kopsa, e kanë në të dyja anët, siç edhe mund ta shikoni këtu. Dhe janë super të mira. Ky lloj modeli quhet straight. Edhe kishte lloj ngjyrash në fakt. Unë mora 2 lloj. Mora këtë ngjyrë, mora edhe një
ngjyrë jeansi tjetër që janë këto të errta. Të dyja janë i njëjti model, po kishte edhe modele të tjera në fakt edhe ngjyra të ndryshme. Edhe këto po ashtu kanë të njëjtën pjesë këtu me elastikun që mund t'i shtrëngosh edhe mund t'i bësh si të duash ti, domethënë pjesën e bebit. So mëra këto dy. Një palë nga këto më duket se ishin duke tek $15. Pastaj mora këtë si punë xheke që është me zinxhir, ka edhe xhepa anash, po të mban kaq ngrohtë, duhet merrja një për veten time në fakt, që ta bëja match me Alessin. Edhe pash aty tek fëmijët, ishte vetëm $7 kjo dhe ishte mora masën extra large. Pastaj thash, po unë kam shumë xheke që dua. Në fakt të bëra peshmanj që nuk e mora, po që po të shkoj në njëri tjetër do e marr që të bëj match me Alessin, po janë super të mira dhe materiali shikoni sa i mirë që është. Kishte dy lloje në fakt, ishte kjo ngjyrë blu, ishte edhe një tjetër që ishte me si punë me arinë, domethënë në ngjyrë kafe. Dhe është super. Edhe nga brenda. Kështu kjo ishte Weekend, kjo firma është Weekend Academy edhe jam mora mazën medium. Sepse Alessio, e dini ju, e keni parasysh domethënë fëmijët rriten shumë shpejt, kështu që po mora këtë. Dhe gjithashtu, gjëja e fundit pastaj që i gjeta domethënë, që ishte edhe kjo në dy ngjyra të ndryshme, është kjo xhaketa e jeansit që vjen me këtë hoodie këtu mbrapa dhe këtë mund ta heqësh, është me kopsa, këtu anash, edhe mund ta lësh thjesht domethënë xhaket jeans pa këtë kapuçin. Dhe kjo është me zinxhir, nuk është me kopsa domethënë, shumë më e thjesht për të veshur. Kishte dy lloj ngjyrash, kishte kjo e zeza, ishte edhe një tjetër jeans domethënë i zbardhur, pak a shumë si ngjyra pantallonave që u tregova. Edhe kjo është e njëjta po e njëjta firmë se ajo që ju tregova, Weekend Academy. Ja ku është këtu. Unë jam mora masën medium, domethënë për 8 vjeç. Edhe është super për të kombinuar veshje të ndryshme. Shikoni sa lezetshme që është. Sidomos për periudhën e pranverës, tani që fillon ngrohet pak koha. Ja ku është. Neve na shkruar pak koha, po kur na shkruar pak koha, them domethënë nga -10 që ka qenë, është bërë ka shkuar tek 30 gradë, edhe na duket sikur është verë. Gjithsesi. Mund këto si pull wafer janë me banane edhe me marshmallow brenda. I gjeta dje në Burlington edhe sa po i pash, i mora me një herë. Dhe në momentin që i provova, më kthyen kaq shumë në kohë, më dhan kaq shumë kujtime nga fëmijëria, nuk e keni ide, domethënë. Edhe për ne që jetojmë këtu jashtë, gjërat e tilla janë, nuk e di, thjesht dashuri. Sot për drek kam menduar që të bëj makarona me salcë marinara. Edhe këtu siç e shikoni kanë nxjerr pulat, i kam shtypur me atë çekiçin. Këtu kam pak miell, pak breadcrumbs, një vezë që do i fut domethënë në fillim në miell, në vezë, pastaj në breadcrumbs dhe po mendoj që t'i fus në hurr, sepse zakonisht i bëj të skuqur apo nuk e di, po mendoj që është më e shëndetshme ashtu edhe do bën më të mira. Kështu që po, këtë do bëjmë për drek sot, ndërkohë që fëmijët janë duke parë diçka në televizor. Edhe kështu po i kalojmë këto ditë, domethënë ja ku e bëra edhe pulën, edhe tani do i fusim në furrë në 375 gradë në mënyrë që të piqen dhe pastaj do vendos edhe makaronat dhe të bëjmë një drek të thjesht edhe shumë të shijshme. Tani, duke qenë se drekën e vura në Terezi sot, do bëjmë pak make-up, sepse isha veshur skandal, flokri kisha skandal, edhe thash, nëse do që të bësh vlog, duhet të dukesh mirë. Kështu që, po, këtë gjë do bëjmë tani. Kam marrë këtë çantën cute që kam blerë në Shein ose në Shein, ndryshe. Për të vendosur make-upit është goxha e bollshme edhe i mban pothuajse të gjitha. Për të udhëtuar, për në shtëpi, për çdo lloj gjëje, domethënë. Okej, le të fillojmë avash avash. Unë shkova në Walmart deri në fundit. Edhe doja që të merrja atë kremin Nivea që përdorej gjithmonë, domethënë për të bërë atë bazën, po që harrova ta merrja, kështu që tani do të përdorim vetëm kremin Elf, që edhe ky ka arritur në fundin e vet, po që ka akoma për ta përdorur. Gjithsesi, ky është kremi që unë përdor, ose ja kam treguar edhe herë të tjera, për të bërë bazën e make-upit. Edhe ju tashmë dini që unë përdor duart e mia për të përhapur në mënyrë sa më të mirë. Kështu që po.
këtë gjë po bëj. Dhe pastaj do të përdor këtë kremin nga Gloomy Lotion L'Oreal. Edhe ky është super i mirë. Ndërkohë që doja të vendosja edhe pak këngë popullore në mënyrë që të bisedoni dhe të dëgjonin pak këngë popullore, nuk e di për juve, domethënë, po për mua këngët popullore janë shumë motivuese. Edhe më kujton atë periudhën kur unë jetoja në Greqi me motrën, edhe sidomos këngët e Ponit, sepse ato më të vërtet që ishin, nuk e di, më japin një nostalgji sa herë i dëgjoj, sepse isha shumë e vogël, isha deri tek 15 vjeç kur ne kemi jetuar në Greqi. Edhe kësaj që i dëgjoj në ditët e sotme më kthejnë mbrapsht në kohë. Po që tani, nuk e di sa mirë e kam përhapur në fakt, sepse nuk dua që të duket se tani jam këtu te kamera në fakt, edhe nuk e shikoj dot veten time në pasqyrë se si duket tamam, po besoj që do e kem përhapur mirë. Tani do të përdorim këtë nga Revlon për të bërë pak faqe të kuqe. Këtu megjithëse unë kam pak, po që shumë pak. Sot ta përhapur një çik kështu. Nuk e di pse, po syt i kam, nuk e di, më duket mua, po i kam me të vërtet shumë kafe, edhe pjesën poshtë edhe pjesën sipër, domethënë këtu dhe këtu. Gjithsesi, do të vendosim pak të chapstick, sepse nuk e di, po nga ky dimër i tmerrshëm që po kalojmë këtë vit, buzët më thahen shumë, edhe përpara se të vendosim lip liner edhe pjesën tjetër të buskuqit, duhesh të vendos këtë në mënyrë që të kemi sa më të hidratuar në momentin që do të vendos lapsin. Pastaj do të vendos, nuk e di pse kjo është si e lagur. Sigurisht që fëmijët do kenë bërë diçka, se s'ka mundësi që kjo është gjithmonë shumë e thatë brenda. Po gjithsesi. Mi kishte mbaruar edhe ai kremi nga, jo kremi, gjeli i vetullave që të gjithmonë në pikuaj, që është ky këtu, edhe e super sugjeroj, sepse me të vërtet që është shumë i mirë, edhe ti mban vetullat të fiksuar për gjatë gjithë ditës, ja thjesht një e kaluar kështu, edhe ti mban të fiksuar gjatë gjithë ditës, është super i mirë. Pastaj për sy do të vendos këtë paletën këtu. Unë gjithmonë përdor këtë ngjyrën kafe, sepse siç shikoni është pothuajse në mbarim, sepse përshtatet edhe me ngjyrën që unë, me make-upin domethënë që unë bëj për përdita. Duhet të vendos pak penel, po se ti si do të bëj në fakt. Jo ku e bërë edhe penelin, doli super cute edhe nuk është se mundova shumë. Tani duhet të vendos edhe rimelin në mënyrë që të dali sa më mirë pjesa e syve. Tani ky make-upi nuk është se bën ndonjë diferencë, kush e di domethënë, është make-up i jetës së përditshme, por që ta ndryshon komplet pamjen edhe duket nice. Tani, unë duaj që të bëj një video për një Instagram me lip combo që përdor për buzët, kështu që nuk do të luaj këtu. Do bëj atë video dhe pastaj do të vi që t'ja tregoj, pasi të kem mbaruar, edhe flasim pak më vonë. Going. That she's doing the work, but
going on? But that's Një tjetër ditë, ne po ikim në Albani, jo në Shqipëri, të kuptoheni, në Albani të New Yorkut. Do të bëjmë një road trip shumë të shkurtër. Edhe kam bërë te kafetina dhe kështu që do ikim. Zeri, right? need to set it. E lam edhe porosin që duhet të linim edhe tani jemi do të nisemi përsëri, domethënë në mbrapsh në shtëpi. Do shikojmë mos ham në një picë në një gjë rrugës, domethënë sepse jemi nisur që në mëngjes edhe thjesht ndaluam për një kafe dhe një ëmbëlsirë. Kështu që jemi shumë të uritur edhe duam që të ham diçka. Ndërkohë që unë jam me Alesion këtu mbrapa, Alesio thuaj hi. Përshëndetje njerëz. Edhe Alesio shkencëtari i mamit që vetëm lexon. Unë po pres për Aleksin edhe për Angelën që të vinë edhe të nisemi sa më shpejt, sepse me të vërtetë që lodhëm shumë, ishte 2 orë rrugë që erdhëm deri këtu, do të kemi prap 2 orë të tjera mbrapsh. Edhe po thjesht, domethënë kam shumë qejf këto udhëtimet me makinë, edhe sikur thjesht domethënë bëjmë muhabetet tona për të ardhmen, jemi bashkë me fëmijët, ndalojmë për ndonjë kafe, ndalojmë për ndonjë snack, diçka të vogël domethënë. Edhe kështu domethënë ne kalojmë kohën bashkë, më mirë se të rinim në shtëpi edhe e di që shumë mirë domethënë që po të rinë në shtëpi, thjesht do bëjmë punë shtëpie, fëmijët do vinin për dallë, do bënin rëmuj, edhe thash më mirë hajde ikim gjithë bashkë, jemi gjithë bashkë, bëjmë një aventurë të bukur, megjithëse më shumë kohë kalon në makinë se sa për ndonjë gjë tjetër, por që gjithsesi. Kështu. Nuk e di, jo tregova këtë varsën time, po bëja sa foto që parë edhe nuk e di, po më duket shumë e bukur. Kjo ishte, nuk e di u thash, po ishte dhurata e Aleksit për Shën Valentinin, edhe unë i kam shumë qejf bijuteritë, siç edhe mund ta keni vënë re domethënë, por që kjo ka shumë domethënie. Ikim edhe ju vetë të marrim vete sigurisht. Mirëmëngjes, ka një tjetër ditë. Unë ika në supermarket me një ushqimet e javës edhe në fakt nuk kisha në mend fare domethënë që të hapja vlogun sot, jo të hapja vlogun, po thjesht të filmoja sot domethënë sepse vlogu ka gati një javë më shumë që është nisur edhe akoma nuk po e përfundoj dot sepse thjesht nuk jam e motivuar, nuk e di, domethënë jam këtu muajt e dimrit, këto muajt gri kështu, dje ka rënë vetëm borë edhe sot e ndaloj pak, por nesër pas nesër do kemi domethënë ditën, pastaj do ndaloj të martë, të filloj prapë më kurrë, deri në premte. Nuk e di domethënë, na ka mërzitur kaq shumë sa nuk di se çfarë t'ju them. Gjithsesi, unë tani jam afër shtëpisë këtu edhe nuk e di se çfarë më gjeti, u motivova, u frymësova dhe thash, okay, hajde ta hapim vlogun se përndryshe nuk kam për ta përfunduar kurrë. Edhe rrugët janë skandal, sigurisht që ta i hapim, po përsëri këtu te lagja jon, domethënë nuk është se vjen njëri ta hapi se i quhen rrugë private, po që po, nuk bita shumë shpejt në mëngjes, të strovë makinën, e lashe të ngrohej pak, sepse ishte pleviti, megjithëse në krahasim me çka kemi parë, domethënë, që ka qenë minus 18, tani që jemi në 30 gradë, na duket sikur është verë gjithsesi. Ne do marrim të futur ushqimet brenda, edhe nisim me ditën. Fëmijët i kam lënë me Aleksin në shtëpi, edhe flokët e mia janë skandal, mos më vini re fare domethënë për këtë punë. Jam pa make-up, pa asgjë, prandaj dhe i kam vënë syzet, po edhe është shumë bright ose ka shumë dritë jashtë, si ta them. Kështu që po, le të ikim marrim ushqimin, ngjitemi lart edhe po. Po që t'ju bëj një supermarket haul me këto gjërat që vdeva. Mora këtë supën që është New England clam chowder, edhe është super e mirë me një grilled cheese, është dashuri. Mora sweet potato, mole, mora cream cheese, mora ricotta, gjitha këtë kremin e dimrit që është në Trader Joe's edhe ky është super, me njëherë do më thënë shikon rezultat. Mora pije të gazuara, një mjalt, doja që djeja një mjalt që nuk ka sheqer fare, kjo ka 17%, po të gjitha do më thënë aty në Trader Joe's e kishin added sugar, kështu që s'mora do tamam. Miel, English muffin, një ketchup, një chicken broth, dhe shtyve, mora këto begla që fëmijët i kanë shumë qejf, janë me Asiago cheese sipër. Mora bizele, mora shumë banane,
sepse dua që të bëj një bukë supermarketi edhe doja që të tregoja pak këto gjërat që bleva. Mora mu duken shumë cute, këto janë për Easter, është akoma shumë shpejt domethënë për Pashkët, se Pashkët janë në prill, por që këta heqin gjërat e Shën Valentinin dhe vendosin të Pashkëve, kështu që i mora. Kjo një nga këto ka 2 copë, edhe duke qenë se kishte 2 copë, duhesha të bëja një unë edhe një Aleksi, edhe mora 2 nga këto, domethënë janë 4 këtu. Pastaj mora këto thonjt që në Walmart ose në Target mund i gjesh me $10, kurse këtu ku vajta unë i mora për $1. Pastaj, mora këto vazot që janë prej xhami edhe janë super cute, i mora për të organizuar, për të vendosur për shembull karamele, bombone ose thjesht çokolata, mund të vendos lajthi e gjëra kështu, domethënë mora 3 copë nga këto. Gjithashtu mora edhe këto të dyja, domethënë për kripë dhe për piper, sepse nuk kisha. Mora këto çokolatat që janë të preferuarat e mia, mora një Red Bull, mora këto letrat e kuzhinës dhe gjithashtu mora edhe 3 nga këto organizueset për të vendosur lodrat e fëmijëve. Një nga këto ishte $5. Më duken shumë të lira edhe thash pse jo, sepse po të shikosh në Amazon ose edhe në Walmart këto janë goxha të shtrenjta, kështu që po i pash dhe i mora. Paka shumë ky ishte holli që doja që t'ju bëja me këto gjërat e thjeshta që kam marrë, edhe tani do t'i laj, do t'i vendos në përvende dhe do vendos edhe snacks aty. Mirëmëngjes, nga një tjetër. Tani po ikim në Dunkin, do marrim një kafe dhe ndonjë gjë të vogël kështu dhe pastaj do ikim në Walmart sepse na duhen që të marrim të gjëra të vogla kështu. Imagine it's called Frozen Dunkin. Frozen Junk. Frozen Dunkin. Shumë që kam pakur të. Then all the food will be frozen. A që kështë të kemë vërtet? Then it will be all covered with No. donuts. Se vajmë në kesh. Hajde rregulloj. Ik se po me vidja aty. Edhe çfarë po thoj? No. I don't wanna be there. Rregulloj ta. Ik bona. S'kemi ku vemi. Ne mami ta Alessio. Quelle. Oh, c'è l'uscito di pushy. Barove. Gauri. 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 Monkey. I wanna be higher. Sa ka rigena ti ma? Ne, edhe kjo tjetra këtë e protësh. Dad, can I be Ja, ku është tezi aty? right now? Ha? Me and Angela be hiring me right now. Although this is the Christmas tree. Jam Angela. Can you go away? 99? Okay, alright. All around. Prit Angela, aty poshtë mama, poshtë. Oh, are you tying me up? Alright, hold on. Oh, let it go. Bravo. Take. Mirëmëngjes njerëz. Unë kam pasur shumë mundësi që të hap kamerën sot edhe të filmoj, por që jam bërë disa herë dhe pastaj nuk e kam hapur. Pse? Nuk e di pse, sepse thjesht nuk e di.
thjesht kam dashur që të merr me punë shtëpie, me gjëra sot është e hënë, jashtë është qameti, sigurisht e nuk shkuam në punë. Këtë vit nuk e di, po domethënë nuk ka pasur si ky vit asnjëherë. Më shumë kemi ndjenjur në shtëpi sesa në punë, edhe atë po I thosha edhe nëse se ajo është mësuese, por në Shqipëri. Po I thoja që më shumë porim në shtëpi këtë vit sesa në punë, dhe po thoshe që neve vetëm tani na kanë futur pushimet e prillit, sepse I hoqëm për ca vite, pastaj I vum prap, nuk e di. Se gjithmonë kam menduar domethënë që kam pasur pushime në prill, po gjithsesi çfarë rëndësie ka kjo tani. Unë e kam shpirën shumë në muj, jo shumë në muj, duhet bëj ca gjëra, domethënë se kam qenë në mëngjes që vetëm gatuaj, pastroj, andekte, po sigurisht që kur ke fëmijë të vegjël gjithmonë do të jetë muj, nuk e se çfarë të bësh tjetër, po që gjithsesi tani do iki të bëj një punë shtëpie, Aleksi ka dalë që të vajtë ai në punë në fakt, edhe imagjinoni është aq keq sa që ai u kthye, sepse rrugët nuk janë të hapura fare. Kashi, dëbor, stuhi, ngric, të gjitha bashkë kemi edhe erë, të gjitha bashkë kemi sot domethënë. Kështu që, po, këtë gjë do bëj unë tani, do iki që të pastroj, edhe pastaj mbase do ju flas pak më vonë kur të kem mundësi përsëri. Welcome to Alaska. Përshëndetje nga Alaska Massachusetts. Kështu I thon këtu. Oh my god. Alexa bësh qull. Është shumë thellë. Bëj nga një kështu slide. Që të rishkasin. You want me to make you a slide? Yes! I do know Daddy's making us a slide. Hajde bëj foto. Ja ku jemi sërish, ditë e martë, akoma në shtëpi, kjo është java e dytë që ne qëndrojmë në shtëpi për shkak të kushteve të motit. Edhe mos e shikoni gjendjen time të mbirueshme këto ditë, sepse pavarësisht se kam qenë në shtëpi, kam qenë shumë e lodhur. Në fakt më shumë lodhesh kur je në shtëpi sesa kur je në punë, se fakt kur je në punë e fle mendjen, nuk je në shtëpi që të bësh punë shtëpie, nuk je në shtëpi që të bësh të gjitha ato gjëra domethënë që bëm kur je në shtëpi, sepse nuk e di për juve, po unë për shembull kur jam në shtëpi nuk ri një sekond rehat. Jam gjithkohës duke bërë gjëra, duke gatuar, duke fshirë, duke larë, nuk e di, po është një stres më vete. Kam bërë kafen time, vetëm dje në Target I morëm, ca gjëra domethënë, po që juve nuk I morëm me vete. Edhe çfarë po thoja se nuk më lan fëmijët, shkon në Target, morëm ca kafe, ca gjëra kështu sepse nuk kishin fare domethënë. Gjithsesi, sot u ngrita në mëngjes me gjithë frymëzimin domethënë se sot është pavarësisht se temperaturat janë shumë të larta, ka shumë diell jashtë, edhe u ngrita me këtë frymëzimin që të hapja një video në YouTube për të bërë yoga ose thjesht exercise, po unë s'kam bërë kur ushtrime në jetën time. Jo sepse s'kam nevojë, po thjesht nuk e di, nuk jam ai tipi domethënë që të shkoj në palestër të bëj gjëra kështu. Plus që s'kam edhe kohë, ku do ta gjej kohën unë që të shkoj në palestër, kur do më mbaj fëmijët, plus jam në punë gjatë ditëve të javës, domethënë nuk thjesht është diçka që thjesht nuk bëhet. Edhe thash, okay, s'kam se të shkoj në palestër, thjesht mund të gjej një program në YouTube që të bëj ushtrime nga shtëpia, gjëra të vogla, domethënë 10 minuta, 20 minuta kështu fillimi, domethënë. Po gjithë një video, një vajzë që thoshte video për njerëzit fillestar. Po ajo video ishte një 20 minuta, I futa dhe fëmijët në atë valle dhe fillova që të bëja ushtrime. Tani më dhem I gjithë trupi, I betohem. Më dhem I gjithë trupi edhe nuk jam në gjendje që të bëj asgjë. Nuk dua vetëm të shtrihem ose të ulem aty të pi kafen time edhe kaq. Po që kam 1000 gjëra për të bërë edhe nuk mundem që të thjesht të shtrihem edhe të rri aty. Gjithsesi, të rregulloj këtë, kam një pirg me rroba këtu. Të rregulloj me këtë tashi. Edhe
Pastaj të merrem me gjërat e tjera çat në sjell dita përpara, kështu që edhe juve hajdeni me mua se çfarë do bëni tjetër, gjithsesi. Po shaka, sigurisht juve keni punën tuaj, apo kur keni kohë të lirë, shikoni videot e mia, jap edhe unë pak energji të mirë, edhe juve më jepni energji të mirë duke komentuar tek videot e mia, edhe kështu e kalojmë ditën bashkë. Le të fillojmë. Këto gjëra që mora në Walmart. Shikoni këto lloj bluzash janë nga kjo firma No Boundaries, janë kaq të mirë, nuk e keni ideni, kanë të gjitha ngjyrat, unë e kam marrë në të bardhë, që është kjo e morarën e fundit, ishte $8 ose $8.99. Kam marrë të bardhën, kam marrë një roz të hapur, kam marrë edhe një ngjyrë vish, një mund me keni një parë të veshura, por që është kaq e mirë, materiali dhe të gjitha domethënë super. Kështu që nëse shkoni në Walmart edhe i gjeni këtë lloj bluzash, merrni sepse janë shumë të mira. Mora këtë dhe gjeta një pak jeanse që kisha shumë kohë që i kërkoja domethënë atë ngjyrë, në atë lloj modeli, por nuk i gjeja, kështu që ishin nga firma e Sofia Vergara's. Ja tregoj tani. Është kjo ngjyra kështu që nuk del kur nga moda. Ky lloj stili quhet bootcut ose si mund ta quajmë ne atë stilin e cowboy, dhe janë shumë të mira. Jam pak të gjata këtu nga fundi, por që s'ka problem sepse unë i vesh me atlete që kam pak platformë, domethënë të bëjnë më të gjatë, ose me çizma që edhe ato kam pak tak dhe janë perfekte, por që janë kaq të mira, vijnë kështu me bel të gjatë dhe janë elastik. Kanë belin goxha të gjatë, kanë xhepa përpara, xhepa mbrapa, thash është firma e Sofia Vergara's dhe janë super të mira me një rip në ngjyrë kaf, me këtë bluzën e parë do të shkojnë shumë besoj unë. Edhe këto janë breret e mia të fundit. Gjë tjetër që do të tregoja është ky libri këtu, që e morëm dje në Target, ishte diku tek $2 dhe është një libër që ti mund të punosh edhe ka vjen bashkë me një marker dhe në momentin që ti ka mbaruar mund ta fshish me një letër të lagur edhe mund ta futorosh sërish domethënë sa herë të duash. Ky lloj libri është vetëm me lojra domethënë që i tregon fëmijëve, i bën fëmijët domethënë që të vrasin mendjen, se si të shkojnë për shembull nga starting line deri në finish line. Edhe të gjitha këto janë kështu domethënë, por ka dhe libra të tjerë që mund t'i gjeni në Walmart, në Target, në Family Dollar, që ju mësojnë fëmijëve ngjyrat, shkronjat, numrat, edhe shumë gjëra të tjera domethënë. Këtë lloj libra që e kam bler Alesios që kur ka mbushur 2 vjeç, që kishte super qef, edhe sepse Alesio ka qenë gjithmonë një fëmijë domethënë që ka pasur qef domethënë të lexojë, të shkruaj edhe gjëra të tilla, edhe këto lloj librash janë super të mira dhe nuk janë të shtrenjta domethënë. Kështu që ja u super sugjeroj nëse keni fëmijë të vegjël. Ky është edhe për moshën e Angelos që është 4 vjeç, por edhe për moshën e Alesios që është 7 vjeç. Angelo me pak ndinë domethënë se është akoma i vogël, por Alesio mund ta bëj fare pa ndinë. Super easy. Çato? Ripeti papucë. Okay, now I do mush. Jo, prit. Dale.